Në profeci, Zoti para shumë kohësh më bëri një premtim. Më foli për frymën e shenjtë, e më tha gjithashtu se do të udhëtoja jashtë vendit, ku do të qëndroja pranë familjarëve të mi. E kështu kam ardhur këtu në këtë vend, jam pranë familjarëve të mi dhe gjithashtu Zoti më tha se do firmosja dokumenta. Tani më kam lejen e qëndrimit dhe i jap lavdin Perëndis për këtë. Gjithashtu, kur erdha këtu, isha e sëmur, në vendin tim të lindjes më bën 2 operacione në gjoks, pasi diagnoza rezultoi malinje, më bën radioterapi atje, po kur erdha këtu mu hapën shumë dyer. Spitalet këtu më morën menjëherë në trajtim, më bën të gjitha analizat dhe për lavdinë e Zotit çdo gjë është mirë. Pasi unë para se të vija këtu isha në Ekuador, pak a shumë në të njëjtën periudhë si tani, dhe mora pjesë në studimin biblik që u zhvillua në Ekuador, dhe Motër Maria Luisa tha atë ditë se Zoti do bënte shërime. Unë e pranova me gjithë zemër atë që u tha dhe ju luta shumë Perëndis që të më shëronte. Dhe kur erdha këtu, pas shumë analizash, jam e shëruar dhe nderin ja jap Zotit tim. Dua të dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdin Perëndis. Unë, kur erdha në kish, unë gërmëzoja, nuk dija të lexoja, dhe Perëndia më tha se ai do të më mësonte, ai më mësoi të lexoj, mësova të lexoj Biblën dhe i vetmi libër që kam lexuar është Bibla. I jap lavdin dhe nderin Perëndis që më mësoi të lexoj dhe tani kam pagëzimin me frymën e shenjtë, të cilin po ashtu ai ma dha, dhe jap lavdin dhe nderin Zotit sepse më ka ndihmuar në gjithçka dhe më ka ndihmuar në pjesën e shëndetit, ka ndihmuar familjen time dhe kam po ashtu një djalë në shtetin e Kilit që ishte në gjendje të rënduar shëndetësore dhe do t'i bënin një operacion që kushtonte $8,000, një operacion në shtyllën kurrizore dhe një operacion në këmbë, po ashtu sepse kishte probleme me nervin sciatik. Këmbët i fryeshin në pjesën e sipërme dhe të poshtme. Dhe Perëndia më tha se do ta shëronte dhe e shëroi, i jap lavdin dhe nderin Perëndis dhe atij nuk ju desh të shpenzonte asnjë cent. Zoti e shëroi dhe tani është mirë, ecën si normalisht. I jap lavdin dhe nderin Zotit.